Do pyes për këtë që ju e thoni me kaq nuk mjafton ti është vend i një aleance. Edhe pse kjo është aleanca më e fuqishme në botë. Aleanca e NATO-s është më e fuqishme në botë. Jeni në ombrellën e saj. Është vetëm. Është vetëm. Dhe ne po mirë, pse Greqia nuk shërmatoset? Maqedonia pse shërmatoset po merr akoma armatim? Po ne pse shërmatoset? Po kemi para. Po ato që pse si mbajte? Kjo është një pyetje 30 vjeçare. Kjo është arsyeja pse unë pyeta që në fillim. Kush na i bëri neve scrap armat? Po kush na i bëri? Ne janë në shtëpinë ne dy jemi. Kush na i bëri neve? Ne hoqëm. Dhe tash i thonë na mbron NATO. NATO do na mbroj. Por faktet po tregojnë ndryshe. Historia po tregon ndryshe. Që do të thotë? Ka gjithmonë një moment që ti e vë gishtin në plag edhe pyet veten bëra ç'bëra deri tani, kthim pas nuk ka. Po si mund të vazhdoj përpara? Atë din politikanët. Shiko, luftën e shpërthejnë politikanët, jo ushtarakët. Ushtarakët drejtojnë luftën. Luftimet, jo luftën. Po luftën e udhëheq gjithmonë politika. Se lufta s'është as diktator, është vazhdimi i politikës me mjetet e dhunës. Lufta që u bë në Kosovë, çfarë lufte ishte? Luftë shqirimtare. Dhe lufta shqirimtare kjo lufta të drejta. Lufta që bën Rusia është e padrejtë. Ajo është luftë fushtuese. Luftë e padrejtë. Lufta që bën tani Ukraina është e drejtë, por kjo Ukrainë ç'a bëri atë forcë ushtarake që kishte? Do me thënë është luftë e drejtë me njerëz të gabuar, doni të thoni? Po, e thatë juve. Unë nuk i kuptoj luftrat, unë shikoj vetëm pasojat e tyre dhe jam e tmerruar, nuk kam fjalë. Qa ju pione ka thënë, luftën që Prishtinjan nuk do ta doja kur, por në më shkel njeri kufin dhe luftoja si burr. Do me thënë ju, nëse ne do kishim një tjetër luftë, ju prap të përfshiheshit. Për të mbrojtur Radheun. Po. Po jo për të mbrojtur politikanët. Jo, Adheu nuk janë politikanët. Adheu janë vendlindja, janë kujtimet, janë vendet që duam. S'janë vetëm fushat e malet, është populli. Është populli. Dhe Adheu fillon nga familje. Lukiani thot, Adheu fillon nga babai. Ati fillon Adheu. Sa i është? Ati i dheut. Po i thami dhe më dhe. Nuk thonë dhe vetëm atë dhe. Varet nga njeriu, kë zgjedh të doj. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe juve. Ishte kënaqësi që folëm për luftën parë në një mënyrë tjetër. Po ky fortifikimi që thatë juve, ja populli Kosovë, populli i Kukësit dhe i Tropojës ja pa vlerat në luftën e Kosovës. Fortifikimet? Fortifikim. Gjatë bombardimeve? Gjatë bombardime, filloi bombardime artilleri, Serbia godiste forcat tona që sulmuan nga forcat vullnetare që erdhën për luftuar, që erdhën nga diaspora. Edhe 5.000 forca që sulmuan nga Shqipëria për të hapur korridorin që na vinte ne furnizim se na mbaroi armatimi e municioni. Dhe filloi Serbia të godiste. Edhe ja pan vlerat që ishte fortifikimi. Ata u futën u fshehën aty? Po, luftuan në këto. Qendrat e zjarrit që juve u duken qendra zjarri, po. Po u duken gjëra kote, i vëmë në budallakian. Unë kam në kujtes kam diçka në fakt, një histori fëmijërie me sirena, ishte mua më dukej alarmi, mua më dukej qesharake, më dukej si e bukur. Që futeshin popullin në strehim. Po, u futëm në strehim me bukë me vete, kështu një histori kështu. Një histori që nuk e di a e kam shpikur, a e kujtoj, kam qenë shumë e vogël nga ajo kohë. Po, ka menduar gjithmonë që ato ishin frut i fantazisë së një populli që do të shpik armikun, po ju mendoni që kjo s'është kështu? Absolutisht jo. Derisa fqinjët tanë pretendojnë sot dhe gjithë, çfarë thot Greqia? Vorrei e pirishimi, thot. E thot pjet për harmoni, pse se hajnë ligjin e luftës? Pse se hajnë Greqia ligjin e luftës? Pse na kërkon të marrë detin gjiun e Sarandës? Edhe ja kemi dhënë, duket. Luftrat gjithmonë bëhen për territore, sepse territoret kanë pasuri nën toksore, edhe gjithmonë luftrat bëhen për pasuri.
Neve na kanë marrë pa luftë territoret. Nga Bulqiza. Po kemi dhënë vetë, se ndjejmë kënaqësi që ja japim. Jo, s'ndjejmë kënaqësinë, dikush mbush xhepat, nuk është vetëm çështje e kënaqësie, dikush mbush xhepat me territoret